ambienti i shtëpisë kompletohet kur pajiset me elementet elektroshtëpiake. E për këtë, ka menduar Dea Center në Gjakov që në kuadër të Baukom sot ka zyrtarizuar brandin krahët Vivax. Sepse zgjodhen Vivaxin, na tregoi drejtori i Baukom, Artan Shala. Zgjodhëm Vivaxin sepse është një brand i dëshmuar për cilësinë, teknologjinë moderne dhe raport shumë të mirë mes çmimit dhe cilësisë. Besojmë se është pikërisht ajo që kërkon tregu ynë. Shala na tregoi edhe për një ofertë unike për klientët. Përveç produkteve cilësore, kemi sjellë edhe një ofertë unike. Klientët tonë mund të përdorin produktin Vivax deri në 30 ditë dhe nëse nuk mbeten të kënaqur, mund ta kthejnë dhe t'i marrin parat mbrapsht. Kjo tregon besimin që kemi dhe cilësinë e produkteve që ne ofrojmë. Sepse Vivaxi zgjodhi Gjakovën, e tregon vetë përfaqësuesi i këtij brendi. Ne shohim potencial në Gjakov dhe planifikojmë që të kemi brandin Vivax në secilin qytet të Kosovës së paku më 1, 2 apo 3 dyqane të tilla. Ne si kompani kroate kemi raporte shumë të mira me Kosovën dhe kompanitë këtu. Është e lehtë të punojmë këtu dhe kemi rezultate të mira çdo herë. E për këtë event, foli edhe këshilltari i ambasadës kroate në Kosovë. Është detyrë jona që të promovojmë çdo kompani kroate dhe të forcojmë marrëdhëniet ekonomike mes Kroacisë dhe Kosovës. Dhe në këtë aspekt jemi këtu si mbështetës dhe jemi shumë të lumtur për këtë ngjarje. Dea Center në Gjakov, pas brandit Baukom, synon që përmes brandit Vivax të sjellë risi dhe produkte kualitative për klientët, si dhe për të ofruar vende të reja pune, me qëllim përmirësimin e produkteve për klient dhe përmirësimin e ekonomisë vendore.